pyet shpeshtën si ta ndalë këtë sjellje. Sa e thjeshtë është kjo për t'u thënë dhe për t'u bërë natyrisht, dhe ju si profesioniste, si arrini të ndihmoni ata? Si orientoni? Në fakt, pyetja që më bëjmë prindrit është pikërisht kjo pyetje që u bani. Dhe përgjigjja ime do ishte le të bëjmë pyetjen sa shumë jam unë prezent në jetën e fëmisë. Pra nga këtu duhet niset. Është e vështirë për me ndërprej një adiksion, një varësi, një sjellje të çrregullt në mosha adoleshentëve. Është më e lehtë me kenë prezent dhe me diskutu me fëmin, me diskutu për ndjenjat e tija, me diskutu për çfarë imazhi ka i për veten, pse ka nevojë për me najtë gjithë kohën, po themi në Instagram apo në rrjete sociale për të kërku validim nga këto rrjete sociale, ndërkohë që ne mund të kalojmë shumë mirë kohë me aktivitete fizike apo duke diskutu me prindin, duke kenë prindin prezent. Pra, para se të shkojmë tek pyetja si ta ndihmojmë fëmin, do të kisha sugjeru le të jena prezent si prind. E dim që jemi gjithë vrapojmë, jeta sot na kërkon me kënë gjithë kohën në vrap për punët tona, por duhet gjejmë kohë munal dhe me pyet fëmijët si jeni.